Përshëndetje, zoti kryeministër, quhem Izmir Noka, jam nga Kuksi, jam banuesi njësisë numër 1. Kam ca shqetësime, ty urime, inshallah i fiton zgjedhjet, çdo gjë të shkon bare mirë, të fitoft më i miri. Por ne jemi banor të kësaj zone, po vujmë shumë, rrugët gropa, copsh. Po të vish tuk e rrethi edhe lart, mjafton t'i shofësh. Ndoshta jam i qikja shteme, po kam qef të t'i them ty se nuk e di a t'i thonë, apo s'ti thonë. Uj, po të vish në orën 7 këtu, shkon lumë për rrugë, sikur s'ka, ne po drejtojmë ty se ti e zor shpije për ne, se përderisa e kryeministri dhe që te ty duhet të flasim. Nuk jemi në rregull. Kosto çdo gjë, makinat copsh. Ti urime për këtë investimin që po boni këtu, inshallah bëhen sa më mirë se ne Levërdi kemi se ndoshta punësohet në familjarë joni apo diçka. Unë nuk kam marrë këtu as të them për legalizimet, se legalizimin e kam bën vetë. S'ma ka bën as PD-ja, as PS-ja. Besoj e kupton si e kam bën, si gjithë tjerët. Tani, a ka mundësi të na ndihmoni për rrugën, se nuk po ju kërkojmë as na jepni lek, as na fusnin punë, por rrugën, ajo që është më minimumi, që mos të rrimë për të nru gome, të nru suspensione makinave, se shive vetë, nuk na bin lek nga qielli. Po. Ka që kisha? Po, e kuptoj. Edhe diçka një sekond tjetër, një moment që do të bësh i kotet spulash, po them kotet spulash po e zënj, të vjen IMT, IKMT, policia bashkiake, policia e rendit, edhe nuk ose të vinë në zbatim të ligjit, po të vinë dhe të thonë 5.000 njoni, 5.000 tjetëri, 20.000 euro. Shive vetë, këte se unë nuk matutje, nuk e di qatë të thënë. Po, të kuptoha shumë mirë. Tani këtu ke kjo kam i problem të madhun me ty. E kam shumë të madhë problemin këtu ke kjo. Se këto lafet shu në hava nuk më pëlqenë mu. Në qofë se të vjen dikush edhe të thot atë që the, ti duhet ta denoncosh. Kupton? Po pa tjetër. Duhet ta denoncosh. Sepse ndryshe, nuk mundet do të funksionojë kjo punë. Që ti të qohesh tu edhe të flasësh në hava, edhe ti ngarkosh të gjithë me përgjegjësi, ndërkohë që unë nuk e përjashtoj që të ketë individ të tillë, por ama, kur thua policia, është fjalë shumë e madhe, se policia janë 9.000 vetë. Apo jo, nuk mund t'i ngarkosh ti ata me fjalë në ajër. E para. E dyta, zotnia jote ka ndërtu pa leje këtu. Apo jo? Ha? Ashtu. Pa tjetër, ka ndërtu pa leje. Po t'ishe vetëm ti që ke ndërtu pa leje, do t'a kishim zgjidhur këtë punë. Po nuk je vetëm. Sepse që të merremi vesh, dëgjoj këtë historinë e legalizimeve, ne kemi bërë dhe i kemi bërë ne, nuk i ke bërë ti, me që the as ky as ai, se po t'ishin të gjithë njësoj, jo, atë, po mirë më nëse është ashtu, bashkë në të dy tashti, mbas kësaj do shkojmë bashkë në polici dhe do të denoncojmë bashkë të dy atë, ti do të denoncosh, se nuk mund të ma bësh mu kështu edhe të qeshësh, më kupton? Pra, ne të dy bashkë, në basit mbarojmë mbledhja, do shkojmë atje, do të denoncojmë dhe do të shkojmë deri në fund ati personi që të pas ka cënu ty. Dakord? Se është edhe turbi madh që e thu këshujer, sepse normalisht, kjo nuk duhet të ndodhi, por për te kësaj nuk ka rëndësi. Unë nuk e përjashtoj fare që ka të tillë, si përjashtoj fare. Nuk i përjashtoj. Por ama, në bazë të ligjit shqiptar, ti je po aq fajtor, sa dhe kushdo qoftë që ka bërë këtë gjë, nëse e ka bërë me ty, që e dyshoj shumë. E dyshoj shumë me thënë drejtën, se më lë të mbaroj, e dyshoj shumë. E dyshoj shumë. Po, tani, jo më pse, nuk kemi nevojë për Zotin në këtë mes fare, jemi ne të dy dhe ne të dy të shkojmë deri në fund saj pune, as nuk diskutohet. Bashkë unë me ty në mbështetjen tënde, deri në fund. Patjetër. Se nuk do t'i lëm këta njerëz që të godasin dhe të nxjin imazhin e shumë të tjerëve që nuk ja kanë për borxh asnjëriu që të përmenden kështu opshe. Se ka patjetër punonjës policie që
meritojnë ndëshkim. Ka patjetër edhe infermier, edhe mjek që meritojnë ndëshkim. Ka nga të gjitha, por ama nuk janë shumica. Nuk janë shumica. Më kupton? Nuk janë shumica. Shumica nuk e meritojnë që të futen në i thes. Dhe që mos futen shumica në i thes, raste si ky që më dheti mu duen shfrytzu. Dhe ne të dy bashk, këtë rast, do të shfrytëzojmë në të mirë të shoqërisë. Ndërkohë që ajo që unë po thosha është kjo, që janë bërë 270.000 legalizime. Jo, ti e merr me të qeshme, po unë jam shumë serioz. E di, po qeshme ato afër. Janë bërë 207, se e kuptova shumë mirë që kur morë fjalën, se kam kaq vite që mbërem me këtë punë dhe i njoh njerëzit edhe 200 metra larg. Kështu që ti e tip me humor e kuptova unë që nga larg, po këtë humorin bashkë me mua që kam dhe unë humor, do ta bashkojmë humorin dhe do të merremi seriozisht me këtë punë bashkë të dy. Do t'i shkojmë deri në fund saj ne. Nuk do ta lëmë ne këtë punë që ti iki kështu. Në qoftë se ty dikush të ka kërkuar të paguash, ai do paguaj, pik marroj muhabeti. Kushdo që tjetë. Po ti do ta tregosh se kush është. Ashtu. Ndërkohë që 270.000 legalizime janë bërë deri tani. Kanë qenë vetëm 21.000 kur ne kemi marrë detyrën. 21.000. Janë bërë 270.000. Pse nuk kanë mbaru? Janë dhe janë 60.000 tjera. Pse nuk kanë mbaru? Sepse janë tej mase shumë në raport me mundësit për t'i bërë si duhet. Dhe puna vazhdon. Por ama 270.000 janë bërë. Që ka rrugë në Tiranë dhe kudo qoftë, në për lagje, në për zona që nuk janë si duhet, nuk e diskutoj fare unë. Por ama, sot, zotnia jote që banon këtu, je shumë më afër Tiranës ashtu si duhet, sepse ke akset kryesore për bukuri që të kanë ardhur ke dera shtëpisë. Është kështu apo jo? Ja, nuk të duhet, jo, unë e di që ty s'të duhen se ti për këtë punë ka ardhur dhe në takim. Por patjetër, ti ka ardhur në takim pikërisht për këtë punë, por unë jam shumë i lumtur që ka ardhur ti se kështu bëjmë dhe debat. Më lër të mbaroj, ty nuk të duhen akset, nuk e diskutoj fare unë. Sepse ti ke ardhur, ke bërë një ndërtim pa leje dhe ti kërkon llogari pse aty pikërisht te ndërtimi jot pa leje nuk ka 5 metra rrugë. Ndërkohë që akset që kanë lidh gjithë lagjen me gjithë pjesën tjetër, ty nuk të duhen. E kuptoj unë? Jam shumë i qartë për këtë. Por ama më duhen mu. Më duhen mu, i duhen të gjithë këtyre, i duhen qytetit, i duhen ekonomisë, i duhen dhe zhvillimit. Sepse nëse nuk do ishin bërë ato akse, kjo gjëja këtu që po bëjmë ne nuk bëj, që ta dish ti. Ky transformim këtu nuk bëj, nëse nuk do ishin bërë ato akse. Sepse nuk vjen kusht të bëj një investim aq madhor sa çdo bëhet këtu, ndërkohë që rruga kryesore është gjithë gropa. Siç ishte deri përpara pak vitesh apo jo. Zvije dot tu fare. Se për fat të mirë unë e njoh shumë mirë këtë zonë, di pse? Se kaloj shpesh dhe e shoh. Se unë jam katunar, nuk jam si ty, ti je qytetar. Ashtu, ulu. Ulu se po flas, ulu më let mbaroj unë. Më lër të mbaroj, mos më krijo probleme, ulu tani, më lër të mbaroj unë tani. Unë të dëgjova me respekt, ty po të drejtohem patjetër, se unë i kam shumë qef sfidat. Ti më sfidove dhe unë po të përgjigjem. Po prit se s'ke marrur, ne sa kemi fillu bashk. Ne do bëjmë miq bashk. Ne do jemi miq bashk, se ne të dy do t'i shkojmë deri në fund një çështje e korrupsioni, unë dhe ti. Të dy. Patjetër. Ashtu. Tani 1 minutë, po lëroj për sepse s'ka nevojë se flasë. Ti thua, jo, Nasim Mnir. Jo, ulu. Në asnjë mënyrë, ulu. Jo, ulu, Nasim Mnir. Mos u merr me gratë, më shif mua. Me gratë merrem unë se janë në mbrojtjen time. Ti më shif mua. Tani, se po mundohem, po flas me ty që të flas me të gjithë në të njëjtën kohë. Dhe po shpjegoj ca gjëra që janë shumë të thjeshta, që ti dukesh që je shumë njeri i squt se ke qenë në emigracion dhe duhet i dish dhe ti kuptosh. Se ke pa botë. Dakord?
Ke pa botën si funksionon. Tani, ky investimi këtu vjen si rezultati i investimeve që janë bërë. Bravo, shumë mirë, faleminderit, po më lë të shpjegoj se nuk po flas vetëm me ty, po flas me të gjithë. Si rezultati i gjithë investimeve që janë bërë. Tjetra, unë e kuptoj shumë mirë problemin edhe të tubit të ujit, tubit të ujrave të ndotura, edhe të rrugicës tëndeve, që po të futesh në këtë zonë brenda, kudo janë këto probleme. Por ama, si kaq. Por ama ka i problem tjetër. Këtu, me sa di unë, mbase e kam gabim, ma thoni ju, me sa di unë, pjesa më e madhe, këtu ka një hall tjetër, nuk kanë këtë hallin si të rregullojnë 5 metra rrugë në këtë lloj kaosi që është tu. Një pjesë këtu kanë hallin si ta zhvillojnë pronën se nuk e zhvillojnë dot. Apo jo? Është kështu? A është kështu apo jo? Një pjesë këtu kanë hall që i kanë ndërtimet, i kanë legalizu, po nuk zhvillojnë dot pronën. Duan të futen në marrëveshje për zhvillu pronën, nuk e zhvillojnë dot. Apo jo? Më ndjek ti, miku im, se me ty e kam unë. Me ty e kam. Po merr mesazh në telefon tash? Me ty e kam. Jo, të kanë gjetë mirë, të kanë gjetë fiks për këtë punë. Tashi, cila është arsyeja pse unë mendoj që nuk duhet me bëhet rrugën tate? Të ta jap, më fal të ta jap përgjigjen. Pse nuk duhet bërë ajo rruga jote? Ja ta shpjegoj, pse? Ajo pjesa e vogël, po them, unë nuk e di ku e ke shtëpinë, po të flas në parim. Më dëgjoj deri në fund. Kur të mbaroj, më thuj s'të kuptova. Ti po më kupton shumë mirë mu, se po më thu dhe bravo. Nëse këtu do të bëhen investime publike për të mbajt këtë situatë siç është, janë para të hedhura kot. Ndërkohë që nëse këtu do të zgjidhet problemi që kanë pjesa dërmuese, që si ata që duan të zhvillojnë pronën, të kenë mundësi ta zhvillojnë, atëherë kjo kërkon, nuk e di këtë të zonës rindërtimit, do e shohim eksaktësisht se çfarë nën kupton kjo, por nuk ka se si të nën kuptoj që do bëhet zonë, nëse është caktuar si zonë rindërtimit, do të thonë që është një zonë që mund të zhvillohet. Dhe nuk nën kupton, mendoj unë, që duhet ikni ju se do rindërtohet, se kjo s'ka logjik. Nëse konsiderohet zonë rindërtimi, do një plan urbanistik, ku të përfshihet gjithë zona bashkë me gjithë teritorin ku ju jeni, dhe pastaj se cili si pas dëshirës e zhvillon apo nuk e zhvillon, hynë në marrëveshje apo nuk hynë në marrëveshje. Se në momentin që ju e keni bërë legalizimin, jeni pronar, a më kupton, do më thënë nuk bëhet dot një zhvillim pa marrëveshje. Por që ju të hyni në marrëveshje, duhet një plan urbanistik këtu, i zhvillimit zonës, që të ndaj edhe pjesën ku do vazhdoj të ketë industri, edhe ku s'ka industri se ka banor. Edhe banorët do zhvillojnë jetën e tyre. Kjo është si e shoh unë. Je dakord me këtë vizion? Je dakord. Po mirë, pra rregull. U morën vesh. Do me thënë, ne jemi dakord bashkë me vizionin. Kjo është shumë e rëndësishme. Jemi dakord se çfarë do bëjmë nga sot deri në të ardhmen për lagjen, dhe jemi dakord dhe çfarë do bëjmë ne dy mas takimit. Për të dyja këto jemi dakord. Atëherë unë ty do të kthej me partinë time. Ma men se çfarë po të them. Do të kthej unë ty do të kthej. S'ka marrë tu për të bëu fushat, po unë ty do të kthej me partinë time. Se do bësh dhe personazh sot në përlajme, do shohësh. Shko kliko ke syri, do jesh kryesori sot ti atje. Por ti do bësh me mu. Maru kjo punë. Absolutisht, po ti do demokracia e sapi, po sapin ti do ta kesh me mu. Po. Erdhe për të më hap probleme, po ti dhe unë do jemi bashkë në një parti që zgjidh probleme për tjerët. Në rregull. Se na mori kohë shumë, se janë të vështirë këta demokratët. Jepi e çik